Mirëmëngjes. Mirëmëngjes të gjithëve. Ju përshëndes përzemërsisht. Ju uroj një ditë të mbar, të bukur dhe realizime ashtu siç ju i kishit menduar. Sot në studio, si gjithmonë kur vin të rinj, entuziazmi nuk mungon. Në fakt ata janë pjesë e një grupi që ecurinë e tyre e kanë të mbështetur në një kaos. Janë naturalistët dhe promovimi dhe mbrojtja e natyrës është për ta një qëllim shumë i bukur. Krahas kënaqësisë dhe kalitjes që u jep ecja në natyrë dhe vizitat në mjaft relieve fushore, malore, liqenore e të tjerë në këtë kompleks kaq të bukur gjeografik që është Shkodra dhe zonat përreth, ata kanë një qasje të veçantë në promovimin dhe në mbrojtje të habitateve ujore, por dhe ekosistemit pyjor dhe çdo gjëje që e mbështjell me një natyrë të mrekullueshme Shkodrën dhe jo vetëm. Kanë marrë pjesë në veprimtari të shumta, në projekte, në kompeticione të ndryshme, në drejtimin e mentores së tyre, të mirënjohures Aurora Pirović. Sot me mua në studio janë Senela Çekaj, Rania Boriçi, Isra Çaku, Benisa Kraja dhe Bedat Dini. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur. Kënaqësi sepse gjithmonë rinia, siç e thash edhe në fillim, na jep entuziazëm dhe dinamik në fillimin e një dite. Së fundmi jeni vlerësuar me një çmim i cili het dritë me një ecuri të bukur tuaj, apo jo Bedat? Çfarë mund të na thoni për këtë çmim që ju keni marrë? Po, vërtet, para disa ditëve naturalistët grup u vlerësu me një çmim komuniteti Gjelbër në ditën e kombëtare të aktivizmit që zhvilluar në Tiranë me datë 29 tetor. Ne ishim të ftuar ku u shpall me fituesi komuniteti Gjelbër. Kjo është diçka entuziaste, apo jo? E keni fituar, nuk ju a kanë dhuruar, sepse ecuria juaj është mbreslënse. Çfarë do thotë të kesh një qasje në këtë kompleks të mrekullueshëm gjeografik natyror që ka Shkodra? Atëherë Shkodra, për mua, unë gjithmonë e kam pa Shkodrën si një perlë e fshehur brenda Shqipërisë. Për gjithë ne Shkodra ka qenë vendi ku kemi hedhur hapat e parë, edhe gjithashtu ku kemi krijuar edhe kujtimet tona të para. Edhe për më tepër, fakti që Shkodra është e shoqëruar me gjitha llojet të ndryshme të pasurive natyrore, me liçenin e saj, me malet që nuk i mungojnë, me fusha gjithashtu, ajo, më thonë, ne duket sikur nuk po ja përmbushin detyrimin ton përkundrejt saj, nëse ne nuk kontribojmë për mbrojtjen e natyrës që na rrethon. Kjo do të thotë që kjo marrëdhënie me natyrën ka filluar herët tek ju, apo jo? Secili ka historinë e vet, sepse të kesh ndjes një qasje të tillë do të thotë të kesh një ecuri e cila hap pas hapi të fut në një marrëdhënie të veçantë pikërisht me natyrën, apo jo? Mund të flas për personalisht. Unë njohjen e parë me aktivizmin apo natyrën e kam gjetë pikërisht te kampi naturalistat, kur kam qenë vetëm 12 vjeçe. Pra dhe grup mosha e kampit vjen rreth 12 deri në 18 vjeçar nga shkolla të ndryshme. Edhe që atëherë mund të them se kampi më ka shërbyer si një nxitje për aktivizmin dhe për dëshirën e madhe për të bërë mirë për mjedisin dhe për qytetin ku bëj pjesë. Të jesh aktivist do të thotë të jesh një njeri aktiv dhe i ndjekshëm ndaj mjaft problematikave që lidhen, por edhe të shijosh bukur çdo gjë që vjen e drejt për drejt. Si vin tek ju pikërisht këto bukuri dhe pasuri natyrore që ju i vizitoni shpesh, keni një marrëdhënie me ta sepse veproni në këtë mjedis natyror dhe natyrisht ndihmoni në përmirësimin e shumë gjërave që për hir të së vërtetës shpesh edhe na shqetësojnë, apo jo?
Po është me të thënë drejtën një privilegj kur ti bën vullnetarizëm për qytetin tënd dhe shkon dhe në nisma të ndryshme, në aktivitete të ndryshme vullnetare për të ndihmuar për këto çështje. Është thjesht nuk kam fjalë për ta shpjeguar, është thjesht një emocion i madh për të ndihmuar natyrën, për të shpëtuar atë habitate të ndryshme. Pra, ju keni ndërmarrë disa herë nisma të tilla, të cilat janë në mbrojtje dhe në promovim të natyrës, apo jo? Po, sigurisht. Faktikisht kemi filluar që nga mbjellja e fidentëve në malin e Taraboshit, kemi shkuar për aksione pastrimi tek Lugina, Karavastasa dhe Divjakës. Nuk kanë munguar edhe aktivitetet e tjera pastruese apo edhe për mbjelljen e pemëve në hapësira të ndryshme. Kjo do të thotë që vullnetarizmi juaj i bashkohet një kauze shumë të madhe për natyrën dhe promovimin e saj, por njëkohësisht edhe për mbrojtjen. Çfarë mund thoni për këtë pasuri kaq të madhe që ju takoni pikërisht në këta habitate liçenore apo ekosistemin pyjor? Unë mendoj që do kanë se Shqipënia, veçanërisht Shkodra në ku ne jetojmë, është një vend kaq i pastër, qoftë nga pjesa male fushë apo edhe te pjesa ligatins, që është rëndësishme me mbrojt, sepse është zonë shumë rëndësishme për shpend ndryshëm, siç është edhe një ndërta dallëndyshe e detit Veçebardh, që folezon mbi zamak dhe ka nevojë si habitat me pas qetësinë e tij dhe me la natyrën me bë punën e vet në fund Keni fundit. një ndjesi të veçantë kur takoni pikërisht këto miq të natyrës që përbëjnë këtë ekosistem të mrekullueshëm që e rrethon zonën tonë? Është kënaqësi e veçantë, sidomos të shohësh që paktën në ditë vitit të fundit, në qytet Shkodrës shihet një gjallëri shumë e madhe e shpend ujor, dhe të kesh kënaqësinë që të shohësh me sy të lirë pelikanin kaçurel, është shumë. Sa të mbrojtur sipas jush janë këto dhe cilat janë qasjet e njerëzve apo të komuniteteve për rreth në mbrojtje apo në një qëndrim të veçantë ndaj tyre? Unë mendoj dhe thonë se njerëzit përveç dëshirës që kanë për me i mbrojt të vende, është edhe kurioziteti njerëzor për me shku me i vizitu, por jo gjithmonë zgjedhin njërë më duan me e bo, si për shembull kur hin me varka me motor ose me zhurmë që i bezdis ose i trem këto shpenda dhe i ban më largu për habitatit tyne. Pra shpeshherë shoqërohet më shumë me ndotje apo me dëme sa me të mirë. Keni menduar patjetër të ndikoni rreth këtyre situatave që nuk janë as pak komode për një ekosistem të tillë apo jo? Vetë nisja, pra vetë qëllimi i kampit ton i naturalistave është që të ndikoj për mirë në mbrojtjen ose në mbajtjen pastër të ambientit dhe të njëjtën kohë të rregulloj pra gjithë to rregulla natyrore të cilat janë prishur, ekuilibrat të cilat janë prishur nga vetë njeriu. Dhe duke siguruar kështu mirëqenien e natyrë dhe midis gjallësave të natyrës. Natyrisht ju keni ndikimin tuaj, por një ndikim shumë i rëndësishëm duhet të jetë edhe ai komunikim me njerëzit, me banorët, me komunitetet. Çfarë gjet në të vërtetë? Faktikisht edhe vetë misioni i naturalistave brenda organizatës tonë është jo vetëm që të kontribuojmë ne vetë, ne që jemi pjesë e kësaj organizate, por nga ana tjetër edhe që të edukojmë, të frymëzojmë, të mobilizojmë të rinjtë e tjerë, bashkëpunëtarët tanë dhe t'i ftojmë ata që të jenë pjesëmarrës sa më aktiv për një ndikim sa më pozitiv në mjedisin rreth nesh. Si mendoni, sa i rëndësishëm është mjedisi në jetën e njeriut? Sepse dikush ose shumë kush, ose pak kush, mund të mendojnë si diçka që nuk i përket, nuk është shumë mirë interesuar, mund të jetë me një ekran në dorë, mund të jetë me një punë intensive dhe pak mendon për këtë. Si e mendoni ju këtë? Mendoj dhe thonë që çdo njeri prej nesh kur vjen këtë jetë, si që një ka drejtet dhe detyrimet dhe përderisa ne jetojmë këtë vend, e kena për detyrë edhe mu kujdes dhe me mbrojt me të na forcat tona, se qose nuk kujdesna për mjedisin ku do jetojmë më vonë. Është e vërtetë.
Natyrisht ndotja ndikon drejt për së drejti në shëndetin e njerëzve, në trajtimin e shumë problematikave që shfaqen në shëndet apo në ecurinë e tyre. Ju keni marrë një çmim që lidhet me aktivizmin, por edhe me atë që quhet komunitet I gjelbër, që do të thotë komunitet ekologjik, komunitet pranë natyrës. Si jeni ndjerë? Një shumë mirë. Marrëm fjalën. Edhe se s'nda kote në sensin, por marrëm fjalën se po patjetër, se je një kontribues shumë I madh Bedat, ke një ecurinë në historinë e naturalistëve. Faleminderit, po aktorët kryesorë janë këto të gjithë bashkë. Linja ky brezi I ri. Edhe në atë moment bollu gëzun këta, po gëzova më tepër, se ishte një punë e vlerësume, në bë shumë qefi. Me çfarë organizatash bashkëpunoni? Për të realizu natyrisht mjaft nisma, për të realizu mjaft edhe projekte që ju zakonisht I kryeni. Po, kena mundësinë edhe detyrimin tash badashje të bashkëpunojmë me shoqënesi fundit me organizata të ndryshme që janë për mjedisin, institucione të ndryshme, këtë rast duke filluar te institucione është Bashkia e Shkodrës, DRKT-ja Shkodër, ADZM-ja Shkodër, Koplan, një ndër qendrat dhe shoqatet për mbrojtjen e mjedisin, janë qendra që mobilizohen për aktivitete ndryshme mbrojtjen e mjedisit, është Vis Albania, si kam lënë dy shënime këto që duhet përmenden, AUS, qendra Eden, qendra Arhus edhe institucione tjera. Kështu që po, ka institucione edhe qendra e Si mendoni, përballë problematikave që shfaqen në mbrojtje të natyrës, të mjedisit, të ndotjeve, të ndërhyrjeve të ndryshme, si ka ecur opinioni ose qasja e njerëzve, ka ecur në mënyrë pozitive, progresive, apo ka një qasje pak indiferente ose përkundrazi më dëmtuese? Si e mendoni? Një qasje pak më pozitive, edhe fakti që Shqipënia si vend po orientohet drejt turizmit katërshtinor, po themi, edhe njerëzit po I kthejnë syt te ambienti. Edhe ka dalë janë të pa e të kuptu se çfarë vlerash kanë përreth. Se nuk është pak në kaq kilometra pak sipërfaqe territor që Shqipënia të kesh një pasuri të madhe natyrore, apo jo? Istra ke pasur shumë veprimtari, apo jo? Ke ndonjë që ka mbetur në mendje, edhe si vlerë, çfarë ka transmetuar, apo jo vajzat të tjera, Rania, Senela, Benisa? Unë mendoj se të gjitha aktivitetet që kemi realizuar me naturalistat kanë lënë një gjumë të madhe, një shenjë të unë, po mundëm me përmend dy që kanë lënë shenjë më të madhe, ka qenë mjellja e fidanëve tek në Karavasta dhe Divjak, ku kemi realizuar mjelljen e fidanëve përgjatë tër luginës aty dhe kemi realizuar edhe mbledhjen e meteorinave që ka qenë vend shumë I ndotur, si dhe në Liçen ku njerëzit hellen shpesh meteorina dhe nuk I intereson për pasojat që vijnë me vonë. Ja, pra një shembull kaq I bukur, kaq pozitiv do thosha, që lidhet me kauza të mrekullueshme të qasjes dhe të dashurisë për vendin, për natyrën, por njëkohësisht edhe kontributi që jepet nëpërmjet aktivizmit, vullnetarizmit, edhe një si thua një edukimi mjaft cilësor që ju merrni nëpërmjet formimit tuaj, por kryesisht tek natyralistët, apo jo. Keni gjithmonë atë dëshirën e madhe që të takoheni së bashku, jo thjesht si miq e shok, por edhe të shkonin në destinacione të ndryshme, apo jo? Për mendimin e mash gjithmonë kënaqësi të thonë so herë që mundësia më bën një aktivitet I tillë se
është përveç një kontribut i mirë për mjedisin, për shoqërinë, për brezin e ri që mund nërgjetsu sadopak, edhe për vetë individin është një ditë më ndryshe, një ditë ku njët që ato bë mirë dhe ato kanë pjesë e ndryshimit për të ardhmen. Pjesë e shumë iniciativave të bukura, edhe projekteve, madje naturalistët kanë marrë pjesë edhe në kompeticione të ndryshme me produkte ekologjike dhe kanë fituar edhe çmime. Natyrisht të marrësh pjesë është një motor i bukur. Pastaj çmimi është megjithatë ju e morët këtë çmim, Green Voice, kështu titullohet. Besoj se do ta vendosni diku në atë vendin tuaj të mbledhjes apo të naturalistëve apo jo. Keni aktivitete të ardhshme të cilat mezi që prisni, të takoni, të realizoni, Aktiviteti rrallës nuk jeni stin, dimër, pranver apo vera, mendoni se keni përfituar shumë nga kjo lëvizje natyrore edhe fizikisht? Besoj se po, domethënë e veçanta naturalistëve është se ja ushen të rinjve dëshirën për me ba mirë në mjedis, edhe përmes qefit që kalojnë me njëri tjetrin, por edhe përmes të mirave fizike që vinë në fund të gjithë aktiviteteve. Apo jo, jeni më të fortë, më të. Atëherë Bedat, keni një plan aktivitetesh ose diçka të afërt? Është në gjysmë të dhetorit, hala nuk është përcaktuar fiks data. Do aktivizona bashkë me PPN dhe do shkojmë tek Mali Monels për të mjell fidan pishet. Në Malin e Monellës, Ranja, aty ka ari? Apo jo? I keni taku ndonjëherë? Do të shihni. Mirë, ndoshta dhe jo, po gjithsesi është një natyrë drejt për drejt, një natyrë shumë e bukur, ashtu siç ju e keni takuar dhe do të takoni vazhdimisht. Besoj se do lëni pikërisht atë shënimin tuaj. Keni ndonjë sigël që titullohet Naturalistët janë këtu, apo? Këtë e lejmë përmes pemëve që mjallin, përmes rezultatit që lejmë aty, kontributit. Jam e bindur që sado që të kalojnë vitet dhe ju të bëheni specialistë të fushave të ndryshme, sepse ju jeni nxënës të shkollave të ndryshme dhe për koincidencë të shkollës apo gjimnazit 28 nëntori në këtë rast në studio, çfarë do specialiteti që të merrni në jetë, kjo qasje për natyrën do të jetë gjithmonë aty afër, bashkë me ju, apo jo? Bedat, këto historitë e naturalistëve vazhdojnë kudo që të ndodhen naturalistët, apo jo? Domethënë, ky kontribut, kjo qasje, kjo mbrojtje, ky promovim janë gjithmonë bashkë me ju, Po. Besoj se po. Do të jetë gjithmonë. Dhe kjo është një bazë e mirë nga ku mund të niset një formim mjaft i mirë qytetar. Aktivizmi, vullnetarizmi, qasja në mbrojtje dhe në promovim të natyrës, në një mjedis ku natyra ka falë me bujari habitate të ndryshme, ekosisteme pyjore e shumë çka që lidhet me ujërat, me liçenin, me lumejt, me relievet e larta, por edhe me fusha të bukura. Kjo është Shkodra, zona përreth, kjo është Shqipëria jonë e bukur, të cilën patjetër që ju jo vetëm që e doni, por edhe kontriboni për të. Ju falenderoj shumë. Faleminderit. Dhe të qasjen tuaj rreth kësaj çështje, kaq të bukur siç është natyra dhe mjedisi. Faleminderit dhe mbarësi dhe suksese gjithmonë, jo vetëm trofe, por pa dyshim rrjedhoj të veprimtarive të ndryshme të cilët ju kënaqeni, por dhe kontriboni. Shumë faleminderit. Faleminderit.